50 bofshi kila. kur pan më bofshi. 50 kile njëri. Iqmi se vetëm mirë më ka bo, jam bo hekur. O, jo, valla, s'po du më bëj hekur. Fara. Pastroj aty për jashta, edhe t'ja lej dzicë këtyre. 2 herë në ditë, e bojën gjitha. Kuj lash cigare tu? Okej. Unë hëngra 2 ves. Si t'ja bëj qumshi të kam frik derë dhe ato e fik. Gjitha ty. Edhe. Zdo t'alu i gishtin. Po ti që kishe? Që dhanë? Te sera me visin. Mirë është aty. Qëtësi. O, lirin që e bërë? Që e bërë i lirin? Ma thuj. Qa? Që e bërë i? Kur gjë? S'punone? Mos bëj gare. As kja? Më fali se ka në zonja e rëndë. Liri, që detyri dha? Buda susam si për. Që detyri dha Liri? Se di se unë vetëm për atë thith pjesën time dhe pjesa tjetër është... Jo, jam kurioze, të di që shtari mirë zhvejk. Më bësh një buk me gjalpe me mjaltë e me susam. Hajde të një dhe me për E kam folë dhe më tha për 3 qerekore, 1 orë maksimumi. O, mëre maran. Se me poshtër. Qëli ka kjo? Pyte cigare? Haje. Se kena filmin, mas kësaj. Mas këti kena filmin tonë, ta shofi. Që. A ke këtu ta bëj edhe unë një? Ka qenë një bukur kreator. E marrova mi se qa deri në fundo e pita shi kam ciga. Korqa. O Indri, kush t'i pet kjo? Do të bëj një kafe po zita blik këto. Maruja kjo, nëse marrë vetë rrë. Do s'ka një shqip të bëllë që kjo.
Si Super Mario këtë. Tipi. Me ndërprej diçka, të e ditë se çfarë populli jena gjykuse para gjykus, edhe e buni. Aja e buni për ty, për me të dëshmu që... Jo se bani për mu. E buni për vete, po në atë aspektin që në drejtim ka te. Vesh pak. Okej, po të nej, dhe në fund. Une, për Pepenukun, e di që ti je bobi mirë, se në bast aty në seneve që ka ti flet, edhe që shikon dje, e besoj 100%. Mirë po, kur ke thonë prajmë, po jo se djolja nena knena, mu ka do pak, jo pak po shumë sen ofendus ndaj Vanesës, që aje e buni të nacen, të i ditë gjykimet dhe para gjykimet, edhe ty të ronë men për djoljen, se që e buni ajo hopin, edhe mu ka do shumë keq. Okej. Respektoj shumë këtë që po thu. Edhe e kuptoj. Por, mëra edhe të thamon qa më Mu nëjë. dëgë Vanesa që u thy komplet. Tash nështë edhe jëm gabim, Okej. bët shumë mu ka thimt. Okej. Edhe mu. Ma dhim Vedi, ma dhim të edhe Vanesa, ma dhim të dy bashkë. Sepse situata shumë ma komplekse se sa kjo, por me shku me rrallë. Fillojmë prej me rrallë. Unë kam folë me Vanesa shumë herë. Of course. Okej. Edhe mas prajmit kena folë shumë herë. Edhe shumë ko. Edhe përsoj për këtë ndarjes që ka baja, ka kanë normalisht ka niku prezenca jeme këtu edhe ajo që ja janë njën për mu ka niku, që është diskutohet, normal. Por nuk e ka ndo për mu, ajo ka ndasi se nuk ishte gjallë, si duket. Ka pas shumë probleme për para, po s'du me të thonë gjanët e Vanesës. Of course. Okej? Po sa me ta Okej. skeru pa kuadrin. Se është gjaja ma e thjesht në botë me ba këtë skemen, dhe më thonë. Vanesa la djalin e vetë për ty, ti, kur Vanesa e bani këtë punë, o tërhoqe. Kjo është skema ma superficial, po thojmë, edhe e kuptoj. Po është një skem që nuk i shkon për te i gjas, a kupton? Edhe nuk ke pse me i shku për te i gjas, as ti, as kush shef, as ku di unë, më thonë, nuk e pretendoj këtë gjah, nga as kush. Unë e rëndësishme janë rrallë parë që t'jem i kjartë me Vanesën, kjo është prioriteti. Yes. Okej. Përsa i për këtë djalit, gjithë se cili që është nda në jetë, edhe ka fëmi, e kupton 2000% atë që kam thënë unë atë natë, në të njëjtë mënyrë, kush nuk e ka kaluar të eksperiencë, mund ta gjykojnë. Okej. Edhe është edhe kjo është normal edhe këtë e pranoj. Por ma beso 2000%, kush anda e kupton. Okej. Se ka erdhi fillsoni, po të bëj shembull një personit që i njohim të dy që ashtu me mu, për mu bëhet fjalë për 2 vjet, personi bëhet fjalë për 13 vjet. Edhe sot mas 13 vjet, edhe ishi i saj ka probleme mu duk me dikën tjetër për balë djalit. Vajzës, u zot, s'kujtohet, fëmis. Qikës, onës. Vajzës. Pra, është gjaja ma normalin botë, pra është gjaja që mund të kuptojnë veç kush e ka kalu, vërtet e gjahë. Okej? 3, që ishte e treta? Se i mora kështu me rrallë, më dhe i hupi unë. Po për pjesën që ty të ronë men për djallin, masi janë Mu nuk më ranë men për djallin, masi që në dhe kjo gjahë. Unë gjithmonë e kam pas djallin në këtë gjahë. Unë e Vanesa nuk kena pas në si me thanë, as nuk kena deklaru në fillim flas. As nuk kena, po thjesht ka pas një afirmitet, një kimi, midis nesh, që vazhdon me kena, ki parasysh, se aja nuk është kështu me klik. Pikërisht sepse ka një diçka komplet organike, naturale. Okej, reale. Unë kam folë me Vanesën, kam kanë keq të 3 dite për punët e mia, ka pas shumë probleme, por pa hi në detaje, shkurt muhabeti,
kam rrit në konkluzionin që unë për shumë arsye të vlefshme nuk jam gati për një histori dashurie të re, okej? Edhe e kam diskutu me Vanesën me detaje, se ajo normalisht meriton me i pas tana detajet. Edhe kaq, domethënë. Unë jam shumë i qetë për sa i përket ta përsëris prioritetit tem që është Vanesa, nuk është as fermer tjerë, as publiku jashtë. Për mu prioriteti është i Vanesa dhe unë t'jena të qartë me njëri tjetrin e t'i kuptojmë njëri tjetrin. Mandej, tana gjanat tjera, unë i kam fut në sapë, si thojmë, i kam fut në llogari, por për ta përsëris nuk i kam prioritet. Prioriteti jem është Vanesa. Okej, që ta kuptojnë këtë gjë. Po, indër papë dhe që të më prajnë pak mu ka dok, se ju jeni për qofë dhe keni pas afrimitet edhe para se... S'kam, me zemë, s'kam. Edhe para se me ndodh që jape dhe edhe qysh mu ka dok shumë... Po të kalzaj drejt, shumë gjesti ullët mu ka dok. Gjesti ullët? I take steps back, se ti i bune. E knina mu doke që ti pepret atë par stepin, ja ke respektuat par hapsinën, apo gjenë me folë. Ja ke respektuat hapsinën për ajo, kur të shet arsysh me vetë dhe e vresh atë far ljumëturin tonë që pepret. Edhe në momentin, tash mund që shmo ka do, në momentin që ajo e ka bo, you took steps back. Edhe thash, wow. Për mendimin tëmë, për që mund të kemë prioritetin e fillafini? Tashna. Tu jam, po e shoh. Jo, dhe shikojmë.